Viti 2014 ka qenë viti më i suksesshëm në karrierën time. Për herë të parë jam bë kampione e Evropës për senior. Kjo ka ndodhur në muajin prill. Përderisa jam bë do të thotë kampione e botës për dytën herë në Rusi. Mirë po përpas këtyre dy kampionateve edhe ngara tjera të cilat kam marrë pjesë që kanë qenë kualifikuese për lojrat olimpike, kam marrë medalje në ardhë në çdo garë, çka është shumë vështirë, sidomos në sportin tonë, sportin e judos, e sidomos në këto kategoritë e ulta, sepse janë diku rreth 20 garuese të cilat munden me mbosh secilën. Mirë po në përgjithësi, këtë vit e kom dominu kategorinë 52 kg, përpas që jam kampione e Evropës edhe botës, jam edhe e para në ranglistë, sa i përket pikëve, kështu që ka qenë një vit jashtëzakonisht i suksesshëm. Është ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. Dihet që shtetet si Franca, Gjermania, Japonia, Rusia janë shtete që investojnë shumë në sport. Kur ti vjen prej një shteti të vogël, një shteti të ri siç është Kosova, e që ka shumë probleme, që ka shumë njerëz që ndoshta nuk kanë shtëpia, shumë fëmijë që s'kan bukë me hungër, nuk kanë kushte me shku në shkollë, dhe ti prej këtij vendi të arrin me u bë kampione e botës është një ndjenjë e jashtëzakonshme. Përveç që gëzona do thot për medaljen, gëzimi jam është i dyfisht kur e di që suksesi tim i gëzuan do thot edhe gjithë shqiptarët, po edhe motivuan krejt fëmijët edhe krejt të rinj që janë në Kosovë. Po sigurisht që caku jam kryesorja në lojrat olimpike, mirë po deri atëherë ka ende kohë, jo edhe shumë kohë, është diku edhe rreth asaj 2 vite, 1 vit e gjys. Kështu që unë do të vazhdoj të punoj, shpresoj që të vazhdoj të kem formë të tillë. Caku për vitin 2015 do të jenë lojrat olimpike evropiane, është hera e parë që do të mbahen. Shpresoj që të marr medalje, sigurisht që do të jem favorit absolut, mirë po cila do prej medaljeve do të jetë e mirësardhur. Përderisa siç e theka, caku kryesor janë lojrat olimpike, kështu që të shojmë. Normal, Rio de Janeiro që mbahen në 2016. Rio ka qenë vend me fat në vitin 2013 për mu, jam bë kampione e botës për të parën herë, kështu që shpresoj që të jetë i njëjtë në 2016.